Gjithmonë kam qenë kritik i udhëheqjes së disa dikasterëve, edhe kam shkruar për këto dhe mendoj që duhet me bë ndryshime shumë të mëdha, sidomos në arsim, në politikë të jashtme, në zhvillim ekonomik, në transport, telekomunikacion. Krejt këto kanë qenë njerëz të cilët mendoj nuk kanë qenë kompetent. Krejt jemi okay dhe mendoj që duhet, siç thotë kryeministri në detyrë ka thënë që i duhen 2 mandate për krejt këto. Këto kanë kalu, kam mësuar prej psimeve. Jo për krejt, për arsim ka thënë 2 mandate. Për arsim. Për arsim ka dhënë 2 mandate, se për tjerat... Problemi na e kemi te partitë opozitare të cilat... 6 i ka pas edhe 2. Problemin e kemi te partitë opozitare të cilat kanë program shumë të mirë dhe nuk po arrin me shku te qytetarit dhe me i fitu votat. Hajde ta shohim. Unë mendoj që në këtë pas këtyre zgjedhjeve do duhej, kam thënë edhe më herët që me që lëvizja vetëvendosje po del e para në zgjedhje, për mos me elon me degradun krejt këto, hajde ta bëjmë një koalicion i cili do të ishte shumë i mirë për Kosovën, me kualitetet e partive politike që po i sjellin me programet e tyre. Unë kam thonë që lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, mendoj që do të ishte shumë e mirë, sepse unë tjetë tash që partitë opozitare, sidomos LDK-ja, ka bërë gabim që nuk e ka propozu dikë për president, po për interesa personale të disa individëve dhe për interesat të ish presidentës. Kjo e koalicionit, Korça, kjo e koalicionit duket larg, se njerë po shkojmë për zgjedhje. As duke funksionuar shala, njerë duhet shkojmë në